Në bashkëhyrje kanë kryer veprën penale e gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 15 viteve. Dragan Milović dhe Zoran Kostić, me shënime personale si në shkresat e lëndës, janë fajtorë. Të akuzuar Dragan Milović dhe Zoran Kostić, si në përshkrimit tek të akuzës, në bashkëhyrje kanë kryer veprën penale krime luftës kundër popullatës civile. Të akuzuar Zoran Kostić për veprën penale si në pikën 1 të dispozitivit të akuzës e gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 15 viteve. Koha kaluar në masën e paraburgimit i llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim. Të akuzuarin Dragan Milović për veprën penale si në pikën 2 të dispozitivit të akuzës e gjykuar me dënim burgu në kohëzgjatje prej 7 viteve. Koha kaluar në masën e paraburgimit i llogaritet në dënimin e shqiptuar me burg. Palët e dëmtuara për realizimin e kërkesës pastorore juridike udhëzohen që ta realizojnë në kontest të rregull civil. Obligohen të akuzuarit që secili veç në emër të shpenzimit procedurës penale si në emër të paushallë gjyqësor, gjykatës t'ia kompenzojë shumën prej 300 euro, si dhe në emër të fondit për kompenzimin e viktimave shumën nga 100 euro. Të gjitha këto në afat prej 15 vitësh.